Kjo besa dhe alternativa jo është ajo pjesa perverze e Vlejnë. Tragedia atyre cilë është. Ata janë të tredhur politikisht nga kryeministri. Përndryshe, kjo besa dhe alternativa jo është ajo pjesa perverze e Vlejnë. E kryeministri i Kosovës normalisht ajo i pëlqen për shumë arsye, edhe ai nuk e shet që është Vlejni, shtiret se nuk e shet, edhe thot rrini urt, ndëgjonja, bëni atë që jo thot kryeministri. Sa ta përkrahesh, me vërtet një qeveri që kur Maqedonia s'ka pas qeveri ma pro-sërbe se që e ka sot, kur. Po unë mbroj, edhe matematikisht më duket se mund të mbroj, se në këto rrethana më mirë shqiptarët mos marrin pjesë në qeveri se sa të marrin pjesë në qeveri. S'pari herë në historinë e Maqedonisë veriore, ndodhi që një parti shqiptare dhe një parti maqedonase të bëjnë koalicion parazgjedhor parlamentar. Ajo është besa, ama kjo besa e sotshme, jo ajo e moshme, mos i ngatrojmë, me LSDM-n, me një parti maqedonase. Vleni ka vetëm dy vlera, e ka Aleancën për shqiptarët, e kishte edhe këtë lëvizjen demokratike. Se përndryshe, kjo besa dhe alternativa jo është ajo pjesa perverze e Vlenit. Pse janë perverze? Që pjesë? Ta kuptojmë edhe për publikun tonë. Se ata ishin bashk. Ishin të besa e dikurshme. Edhe u bën copa. Ja vjodhën njeni tjetrit edhe plakat e banjos edhe kompjuterët. Qërë si thanë njeni tjetrit? E ta është i doli puna që ata që kanë coptuar që të bashkohen. S'mund bashkoje popull, as parti, as lëvizje, aj që din coptohet. Edhe unë e kam dit, edhe kam thënë, jo tani, sa u bë Vleni? Që deri sa ti kem brenda ata që din coptojnë, s'mund të shkojsh gjatë. Nuk mund të shkojsh gjatë, sepse ata i intereson vetëm pushteti. Unë kam qenë brenda edhe e di, këtë e di, do me thënë, ata të them, ata në atë ditë rrinë xhami, i përkule Zotit, po i shërben djallit, të përçarjes. Krejët e besës? Të besës, po. Edhe u bën copa, le ta thonë që s'është kështu, le dalin dhe të më demantojnë. U bën copa, çfarë s'thanë për njëri tjetrin? Thanë gjana që s'thuhen. E tani tulesh, me të vërtet që ata, se kryetari i besës së sotme ishte kryetari i besës së atëshme. U bën copa kush do bëhet kryetar. E si tani, ata do bashkojnë popull, ata do bashkojnë vlerat përbashkëta, cilat janë ato vlera. Nuk mund të ndryshojnë mendjet e të rrethonat? Po ne dolit e ne, që vlerë e vetme është vetëm interesi. Më thënë që nuk ka asë një normë tjetër, nuk ka asë morale, asë shini, aty ku s'ka asë morale, asë turp, shumë pak ka njeri. Sa ma pak të njeri u morale dhe turp, aq ma pak ka njeri i taj. Të me thënë, ti nuk turpro, atë që e folëm edhe për Kosovën, që ti mund të më thuesh çdo gjë, me po kur do të vije puna që të kemi ndonjë interes përbashkët, ne jemi të mirë. Ne nuk jemi ata që i kemi thënë njëri tjetrit. Gjithë ata merren thonë që problemi tyre është BDI-a. Bile, nuk thonë ata që kjo, po që BDI-a. Bile ata edhe çdo gjë arsyetojnë me BDI-n. Në vërtet, tragedia atyre cilë është. Ata janë të tredhur politikisht nga kryeministri. Pse? Ai kryeministër e lexoi diçka shumë mirë, që këta nuk vlejnë asgjë pa përkrahjen e Albin Kurtit. Edhe aja ndej ma me rëndësie ka tjetë mirë me Albin Kurtin se me ata. Ata nuk i përfill. Mickovski ka më të rëndësishme të jetë... Sigurisht se kur qaj që ti të vrapu shkon në Prishtinë, konsultohesh edhe ta pyetish kryetarin e vetëvendosjes se si tu tje, a do pajtohemi me këtë, a do idhnohemi me ate, aje shet që ti nuk e potencë politike edhe je i teledirigjuar. Edhe atëra i nuk të përfill, a i nuk merret me ty, prandaj a i merret me kryeministrin e Kosovës, do në t'i ketë punët mirë. E kryeministri i Kosovës normalisht ajo i pëlqen për shumë arsye, edhe ai nuk e shet që është Vleni, shtiret se nuk e shet, edhe thot rrini urt, ndëgjonja, bëni atë që jo thot kryeministri. E ne ndërkohë, unë e kam thënë, atje gjithë merren me çdo njërin, asnjëri s'merret me shqiptarët e Maqedonisë. Ata janë lanë kështu, si kopsht i cili nuk ka rojtar, edhe si kopsht pa rojtar. Këta Vlenit të ashtë i qërtohen, do bëhen të ashtë një parti në dëgjoj. Qa do që të bëhen? Ato vetëm do të soptohen. Aj që, a dini ka një fjallë, vetëm këta them. Nëse vjen me shpat, nga shpata do të shkosh, nëse vjen
duke coptuar, mandej do të arnosh, po ajo shkoqet shpejt. E përmendit raportin edhe qefin për të pasur një raport të mirë Mickovski-Kurti. Kurti edhe elementi nacionalist i fort, shqiptar, edhe për Shqipërinë e madhe, kundër, për themi, armiqve që i kemi realisht. Dhe Mickovski me një, për themi, ndikim apo influencë të madhe sërbe, vëmëroja e ti. Si ka mundësi, për themi, në këtë farë konstelacioni edhe në këto qëndrime, të ketë një qef për bashkëpunim të këtyre dyve? Dë t'jem... Ose raport mirë? Sinqert. Kjo ka qenë habia më e madhe ime, kur se kam kuptuar si edhe ku, edhe pse. Se unë e kuptoj që ti, e kuptoj edhe garën me Piktorin, që Piktori e ka bëdin do ta kem edhe unë partin time atje. Mirë po të shkojsh deri aty, sa ta përkrahesh, me vërtet një qeveri që kur Macedonia s'ka pas qeveri ma pro-sërbe se që e ka sot. Kur? Asnjëherë. Edhe ma me ndikim se që ka sot. Sepse do t'ju tegoj edhe pse. Aty mbrenda në koalicionin qeveritar është një partit e cila me thas ka investuar Vučići. Znam. Po, që të merë edhe të forcohet. Edhe kështu që ka investuar në forma ndryshme edhe të vëmëroja. Edhe unë nuk besoj që këtë nuk e din kryeministri i Kosovës. Se nëse këtë nuk e din, atër me të vërtet le ti largoj atë shërbime, ato për çfarë i shërbejnë. Këto e në informata që i din edhe zoqë të adi. Edhe ti këtë të dish, edhe me të vërtet tash ti të shkojnë variant që shqiqoni, t'ju thuj shqiptarëve ndigjonja se kjo është zgjedhja jonë më e mirë, është gabim. Unë e di që ndonjëherë edhe nuk e zgjidhe, se Maqedonaset votojnë edhe e kanë votuar edhe në rregull. Po unë e mbroj, edhe matematikisht më duket se mund ta mbroj, se në këto rrethana më mirë shqiptarët mos marrin pjesë në qeveri se sa të marrin pjesë në qeveri. Ju preferoni që shqiptarët jenë jashtë qeverisë? Ai atëherë do të jetë më i kujdesshëm ndaj shqiptarëve se sa tani se ai tani ta mbyll gojën, thotë çete i keni, thotë 4 parti, jo 1. A nga ana tjetër, ata nuk vlejnë, ata jenë ma kesh se mos kesh. Se kur s'ke ti bardel, kritikon, thue, pse se kemi. Ta është ja i thotë që, me rruvesh me këto shqiptarët, a këto dalin, gjithmonë këto dalin, edhe që thonë? Thonë, BDI-a, ju se qarë bat ju të BDI-s, ju e tërprut popullin, që është e vërtet, gjitha këto janë të vërteta, gjithë thonë ata. Po, ata nuk kanë ardhur aty që të tregojnë çfarë ka bërë BDI-a, që të tregojnë çfarë bëjnë ata. Edhe kështu që neve na rrotullojnë atje. A di si thonë, çdo gjë është gënjeshtër, vetë rrotullimi rreth boshtit të pafuqisë tënde është e vërtetë. Vleni është e arnuar nga mbeturinat e partive tjera. Gjithë që janë pjesë të Vlenit janë, domethënë, copza. LD-ja është doli nga BDI-ja, Aleanca e Shqiptarëve doli nga mbajsi u shkëput nga Aleanca e Shqiptarëve ma pashme. E Zodit Sele. Këto, që të themi për alternativën e besën, ato janë legjendë në vete. Edhe do me thënë, problemi atyre është sepse gjdo copë nga jo tërsi, ka ambicjet e veta ndryshme. Edhe, më në fund, jo të gjitha janë copëzat të njëjta, se ju e keni Aleancën për shqiptarët që ka potencë, me të vërtet, edhe në gjanë në parti, edhe është parti. Ju e keni lidhjen demokratike që gjithashtu i vjen era parti, edhe i keni këto që transitojnë, që tashti, ju mos harroni, a dini ju Besa me cilën shkojnë në zgjedhje parlamentare të para këtyre, zdi kur kenë, me partinë Maqedonase, me LSDM-n. Edhe ashtu shpëtoj, se LSDM-ja, duke u gënjur, se gënjuen që kanë shumë votues. Besa e gënjej LSDM-n? Po, edhe jo dha 4 deputet, edhe ashtu ajo mbijetoj. Edhe ata ashtu janë mësuar të mbjetojnë, edhe Alternativa edhe Besa. Të mbjetojnë duke unë gjitur me ndonjë më të fort që mund t'i zvarrise. Ato a ditë si Gjetuni politike është në fund. Ama unë nuk flasë kontekst as negativ as pozitiv. Unë e rrëfej realitetin. Se ato janë si agjenci turistike që të ofrojnë shumë edhe mirë po kërkojnë autobus që do i qoje deri te vendi ku duhet t'i kalojnë pushimet. Edhe kështu që ajo është mjeshtri, ajo gjithsesi është mjeshtri, ti ta arrish këtë, them, s'pari herë në historinë
e Maqedonisë Veriore, ndodhi që një parti shqiptare dhe një parti maqedonase të bëjnë koalicion parazgjedhor parlamentar. Ajo është besa, ama kjo besa e sotshme, jo ajo e moshme, mos i gatrojmë, me LSDM-n, me një parti maqedonase. Edhe më ndaj u shkuput për asaj, edhe vazhdoj. E thash, atje ka një problem, që ne harrojmë shpejt. Pse harrojmë? Pse me vërtet, atje shqiptarët kanë halle tjera dhe kanë filluar prapë sillen si ajo që thash për Shqipëri. Dhe thonë, a mund shkojmë nga Gjermania, nga Zvicra, se këtu kjo nuk rregullohet, kush e di çfarë ti bësh. Edhe mirë po kjo Maqedoni mund ma le të shpjegohet se aty çdo gjë është në një farë mënyrë e përkohshme. Po neve shqiptarët Maqedonisë na habit kur ndodhin gjëra të tilla siç ndodhen në Kosovë dhe Shqipëri. Edhe një pyetje të fundit se filluat të flisësh pak më parë për kryetarin aktual të kuvendit të Maqedonisë Veriut e jo me shumë tone pozitive. Pse? Jo, nuk është përkundazi, nëse doni mendimin tim, ai është ndoshta i vetmi që nuk ka hipoteka politike. Afrim Gashi. Po, edhe është i vetmi që ka dhe bërtham njerëzore. Ati ndoshta i mungon përvojë politike, ndoshta nuk është intrigant sa tjerët politikisht. Po kjo mirë. Absolutisht po. Mirë po unë tani ju kur bëheni kryeministër. Unë ju vlerësoj edhe nga ajo sa e kuptoni, sa jeni për aty. Se unë them, se unë kur ju vlerësoj për se si jeni si njeri, atër unë mund t'ju qoj në dhomën e burrave dhe t'ju ulin kryet vendin, po së një bëj drejtor të teatrit. Do me thënë, ne duhet të dallojmë tashti, se të ne edhe këtu gabohet, që Kimi kur thot që si që ky nuk është të zonë për këtë post, unë nështë si njeri atë të qmoj dhe më shumë se vetë vetin. Thash edhe konkretisht për kryetarin e parlamentit, a i me vërtet, prej atyne që i njoh unë, në atë besën e dikushme, absolutisht ndërtrallën me cilën kishe mundësi të bisedosh e mos të fuse në asë një intrik. Tjerët, gjithë vëllate që ta thot tani, ta thot në bas 2 orëve, apo ku ta di unë. Mirë po, këtu nuk mund mos ta them, që për shembull një njeri i tillë pa përvojë edhe ti e bën dytin të shtetit, edhe shihen mandej disa veprime se si dalen aty. Po se ka vende ku duhet pak përvojë. Nuk mundesh pash ashtu. Cilat janë veprimet që nuk ishin të mira ose që treguan mungesën e përvojës? Shini, jo vetëm mungesë përvojë, ju mos harroni këtë, sa ai është i rrethuar aty edhe me administratë maqedonase, edhe cila ndonjëherë edhe të çon të gabosh, edhe të lejon të gabosh. Sa ai s'duhet të lejojnë të gabosh. Sa atë që e thash, ti kur je kryetar parlamenti, nuk është e thënë që ti dish gjitha. Ata duhet të ti përgatisin gjitha. Ai aty është, edhe këtu është ajo mjeshtri që ati i mungon, që ai nuk din vlerësoj, se çfarë i bëjnë ato për rreth. Këtu mendoj se ka mangësi, se ti duhet ta shohësh. E këtu nuk ka arsye tim, s'mund të thot ai që ma ban tjerët. Ata ta bëjnë pse e lejon. Asnjëherë, shini, janë të dopt edhe funksionarët edhe të gjithë që arsyetojnë me atë që i kanë të dopt punëtorët. Njeriu, menaxhuesi i mirë, kur nuk arsyetohet ashtu. Ti je ai, ti je kreu, ti je i dyti i shtetit. Ti s'mund të lejosh çdo kush të manipulojë. A ju ban atij disa kështu ku ta diu na lojnë, a i vet i bëni, që doli që sharak në atë një dasëm i përmendet, s'kishte një takim zyrtar me një mbështetës, unë edhe nuk i di gjitha, po kështu mi dërgojnë tjerët, shihe. Dhe jepin i vlerësim. Po.